Mirë se erdhët në këndin tonë të gatimit, si kundur e shikni në tryezë kemi përbërësit e recetave, që zonja Vjollca sigurisht i ka përzgjedhur me kujdes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndesim të gjithëve, ju që po na ndiqni dhe po fillojmë me recetën e parë. Dëshiroj që të bëj 3 receta sot. Të treja, siç e shikoni, janë vegetariane. Këtu do të bëjmë një supë me patate dhe kërpudha. Kërpudhat i kam ndarë ja 3 kërpudha për dekor, sipër, pjesën tjetër do azij së bashku me pataten, por për shi dhe aromë do të vendosim edhe një karot, një dek selino, një thelpi hudhër, 2 thelpi hudhër, këtu kemi një kokër qep, kemi kripi per të zjarr moskat, kemi një lug kumin, pastaj kemi 2 tufa majdanos, që do të zgjedhim kryesisht ju e pat vetë se si u hodhën këtu, vetëm gjethet. Do të hedhim këtu një pikë shumë pak fare ujë të ftohtë, 4 lugë vaj ulliri, dhe do të bëjmë një vaj, mund të them, si salcë. Si salcë me majdanos dhe vaj, ose vaj me majdanos. Në fund fare për të dekoruar pjatën së bashku, hidhja, së bashku me pjesën e kërpudhave që do t'i kalojmë në një me pak gjalp. Këtu tani, do të fillim 500 gram patate. Në fund fare, pjesa e panës është alternativ. Dikush nuk e do mos t'ja vërë. Supa shumë e shishme, por ato që duan, akoma dhe më kremoze, ta shtojnë kalorinë dhe shien, mund t'a vendosin dhe sa 2 lugë gjelle, jo shumë. Sa ujë na duhet këtu tani? Jo s'ka problem, se e preka nga majdanozi që ishte i larë. Sa ujë do t'i edhim këtu? Pak, shumë pak. E lëm qik për më vonë këtë pjesë. Tani, në një tigan, unë do të hedhë vetëm një lugë gjalp. Për arsye se një lugë tjetër do të skuqim kërpudhat, që do të presim në feta, plus pjesa tjetër, ja, është e mjaftueshme gjalp vital. Do të kaurdisim qepën shumë pakë për 3-4 minuta, derisa qepa të bëhet transparente. Kjo pjesë na duhet pastaj më pas kur të skuqim kërpudhat. Do të fillojmë pra thash me qepën dhe me hudhrat. Cilën nga recetat e tjera, kemi dhe 2 recetat e tjera, do t'a nisim që në pjesën e parë, ndoshta pas publicitetit të parë. Në pjesën e parë, unë do të ngroj këtu kam 400 ml lëng perimesh, mund të vendosni dhe lëng pule, lëng mishi, çfarë të dëshironi ju, si të keni qef, dhe do t'a vendos në një xhezve, do t'a valoj. Është një recet me kuskus? Po, me kuskus, në qik më pak. E heqim. Këtu kam vendosur 1 litër lëng perimesh për të hedhur tek supa që do të përgatis unë, pra qepët, karotat, dega e selinos, kërpudhat, patatet, do të zjenë në lëng perimesh. Thash që është një recet, sot do të gatuaj në mënyrë vegetariane. Pastaj, shumë gjëra duhet bëj në pjesën e parë, prandaj duhet të ngutem një qik. Hedhim. Thuaj që do të ndihmoj dhe unë me ndonjë gjë. Të lutem, vetëm më qëro dardhat dhe mollët. Që kjo është një recet komplet ndryshe, nga recetat e tjera. Po sigurisht, do të bëjmë dhe një komposto. Fillimisht do të marrim lëkurën e limonit, do ta hedhim në një vend, komposto me pak ginger, që do të na ndihmoj për ditët e ftohta, priten që të vinë ditë ftohta, dhe ne duhet para përgatitemi për këtë. Kombinimi dardhës dhe i mollës, bashkë me ginger. Kombinimi i mollës dhe i dardhës mund ta presim në 4, nëse janë pak personi, nëse janë shumë persona në familje, në kubik me brinj 1 centimetër. Do t'i kalojmë qik në lëng limoni dhe t'i lënë. Pastaj do flasim dhe për ato. Hedhim këtu dhe hudhrën. Prerjet e perimeve, qepa duhet grirë në kubik të vegjël. Gjithashtu dhe perimet e tjera, karotën shiko sa tholle kam prerë. Mund ta prisni edhe në 4, për arsye se kjo supë duhet të zjej maksimumi jo më shumë se 15 minuta. Dhe përbërësit janë zjerë aq sa duhet, por patatja duhet të jetë e zjerë mirë. Edhe pataten do ta grim holl, për arsye se dua që të jem brenda. Kremoze si supë apo jo? Po, do të kaloj në blender dhe do të kthehet në pure. Edhe pataten i presim holl.
Mund të aprisni dhe në kubikë, po unë i dalë të keqës për para që edhe ambisat kur vinë nga shtëpia, këtu është sekreti i zjerjes së perimeve. Nëse ato janë të trasha, patatja nëse është Njëra zjen më kokër, shumë, tjetra zjen më pak. po, atëherë do duhet që të zej për 25 minuta, për 30 minuta, që t'jetë e ngrëndshme tamam. Ja. I presim në forma të çrregullta, nuk ka fare problem. Qepa sa të përtithi pak të lëngun, nuk do ta lëm shumë. Dardhas, tani do të heqim lëkurën fillimisht. Po, do të heqim lëkurën. Dhe më pas ti do Jo, e shtrydhim edhe lëngun e limonit, se na duhet për të hedhur më njëherë që mos na oksidohen. Pra, qepën, hudhra, karotën, një deg selino, një gatim shumë i shpejt që anvisat mund të vinë nga puna dhe të gatuajnë me njëherë. Pa u lodhur fare. I ka urdi, shiko, edhe pse hodhëm karotat dhe selino, pra, shiko, e fituan temperaturën së bashkum, nuk do të kalojnë në skuqje, absolutisht në ngjyrë. Ja, hedhim dhe patatet. Me nga një mbushet e nxjerrja plot. Hedhim dhe këto patatet që kam në dras. Dhe lëngun e perimeve e kam të valuar. Thash pra që unë sot kam vendosur të gatuaj në mënyrë vegetariane, prandaj kam lëng perimesh. Në rast tjetër, unë mund të kisha lëng pule, lëng mishi, çfarë të dëshironi ju. Tani mbuloj perimet. Kam dhe një qik lëng këtu dhe e shoh që mund të ndihmoj për më vonë. Nëse do jetë nevoja, do të hedh këtu dhe gjysmën e kërpudhave. Është një supë shumë e shijshme. Kemi thënë që kërpudhat janë një mish natyral, sepse janë të pa, bravo. I lëvëm kapakun dhe i lëm të zjejnë për 15 minuta. Mbas 15 minutave, të gjithë këtë masë do ta kthejmë në pure me një blender dore. Mbasi të kthehet në pure, këtu fillimisht kemi hedhur pra vajin e ullirit. Mund t'i hedhim pak krip, po dhe mund mos t'i hedhim pak krip, se është si pjesa e majdanozit që hidhet sipër, por ne do t'a hedhim në një formë tjetër. I hodhëm ujë? Jo, edhe një qik ujë. Shumë, ja se më, po. Shumë fare pak ujë. Për këtë kompostën, çfarë do lloj molle mund të hyjë në punë? Na shërbej? Po. Këtu pra bëjmë një salcë majdanozi. Dhe kjo serviret nga një lugë gjelle, pra është ajo luga e vajt ullirit që ne themi. Do t'jetë vetë një pjesë e dukshme, në supë, meqense do t'jetë kremoze pjesa e... Po, e dukshme do t'jetë edhe këto 3 kërpudhat. Që i kemi përdorur. Po, si me thënë nga 3 qerek, nga 4-5 feta kërpudha, që unë do t'i skuq në gjalp deri sa ato të bëhen në ngjyrë jo të verdhë, por çik më tepër se e verdhë, gati në kafe. Dhe është një recetë, mendoj unë, që shumë e shijshme. E lëm këtu këtë mënja. Dhe tani do të hedhim krip, një lugë kumin, lugë kafe, piper të zi, dhe pak arë moskat.
e grim të freskët. Pra i kemi hedhur gjithë përbërësit në nxjerrje tani, Të gjitha. Betet Ja, vetëm për pra kemi skuqur kumin, kërkuvat, piper të edhekor. zi, armoskat dhe krip. Të gjithë përbërësit e supës përfunduan. Kam mbetur vetëm pana dhe kërpudhat që ne do t'i skuqim, do t'i kalojmë në tigan me gjalp vitan. I trazojmë dhe ka një aromë, se për shijen nuk e diskutoj, që ka një shije shumë të shishme. Mirë, e lëmë të zjejnë, mollët dhe darkat i kemi gati, sepse pas publicitetit do të fillojmë besoj me kompostën, no? Që të themi detajet pas pak. Dhe ja ku jemi, vazhdojmë me pjesën tonë të parë, kemi përgatitur të vendosur në zjerje supën me patate dhe me kërkuva, ndërkohë kemi hedhur vështrimin tani dhe vëmendjen tek kompostoja, sepse na duhet ta vendosim në zjerje. Atëhere, kompostën 3-4 lugë sheqer, që i kam këtu. Kemi 2 mollë dhe 2 dardha të plotat mira. Kemi 100 ml verë, 3-4 verë të bardhë, kemi një shkop kanele, kemi lëkurën e limonit, lëngun e limonit që lyem pak frutat, dhe këtu kemi ginger. 1.5 cm ginger të qëruar dhe të grirë mirë. Hedhim sheqerin dhe e karamelizojmë sheqerin, nga që unë kam nxjerrë herët nga avujt, sheqeri ka marrë pak vështirë, kështu që do të hedhim një sheqer tjetër. Pra, disa lugë sheqer, po do t'i hedhim direkt në tenxhere, pa apo hore unë? Jo, do t'a karamelizosh? Po, do t'a karamelizoj pak. Dhe do të hedhim këtu gingerin. Pra, sheqerin, fillimisht, më pas gingerin. Marr pak ngjyrë. Sheqeri po, do të bëhet pak në ngjyrë kafeje. Ja, do njerë këto mjetet me tash. Dyshoj që ka rënë automati, Automati. Po. Mirë, të shkoj ta rregulloj unë pak automatin, ndërkohë ne ua shpjegojmë se si do ta gatuajmë kompostën, ë? Bravo, Herve. Shumë bukur. Gjëra që ndodhin në fakt edhe në shtëpi, kur ne hapim më shumë se 2-3 pllaka në sot, ndodh që nga ngarkesa e tensionit. Tani në menun tonë ne kemi shënuar kërpudhat, supën me kërpudha dhe me patate. Në pjesën tjetër do të shënojmë përbërësit e kompostës, kështu që tani po lexoj përbërësit e supës, meqense na duhet që ta zëndësojmë pak më vonë. Kjo supë me patate dhe me kërpudha përmban 500 gram patate, një deg selino, një karrot, një qep, një thelpi hudhër, 20 gram gjallë, 1 litër lëng perimesh, krip, arë moskat, 1 lugë çaj kumin, piper i zi, 2 tufa majdanos, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 300 gram kërpudha, 50 ml pana. Pra, përbërësit e supës po zjenë në pjesën tjetër do ta shijojmë. Tani kemi filluar kompostën me 2 mollë, 2 dardha, pak verë, shkupa kanele, nenexhik, lëkur limoni dhe sheqer. Po, me njëherë sa sheqeri të filloj të zverdhet, do të hedhim verën. Do të shtojmë frutat dhe më pas do t'i mbulojmë me pak ujë. Që t'i lëmë pasaj të zjejnë. Do vendosim një shkop kanele dhe do t'i lëmë të zjejnë për sa? 5 deri në 10 minuta, dhe kur bëm ato dardhat me verë të kuqe, kaq është minutazhi i zjerjes. Nuk të lëm që të zjejnë shumë, që t'i kthejmë në pure. Se më pas pastaj, po, duhet të bënim një gjë tjetër, që mund të shtonim dhe pak një seshte, po është një recet ndryshe, që mund t'a qëjmë kisel. Por, kjo është deri këtu. Do të hedhim bashkë me frutat, do të hedhim edhe gingerin. Po, dhe një përforcim shumë mirë tashmë i imunitetit, në këtë komposto. Po, vendosim edhe një shkop kanel, pra frutat, ginger dhe një shkop kanel. Të gjitha këto do të hidhen sa po të karamelizohet pak edhe pak fare.
U shkri edhe mori pak këtë ngjyrën bezh. Dhe pse unë kam rritur temperaturë. Në fakt, këtu, sa po ka filluar që të marri val lëngu i perimeve. Vendosim kuskusin, do të bëjmë një salat me domate, djath, me një salcë avokadoje përsëri. Dhe mendoj që është një recet shumë e shijshme dhe e goditur. Të lutem Liki, vetëm 1 minutë. Do të marrim këtu letër, telefon. Do të hedhim këtu tek kuskusi 400 ml lëng perimesh. Është mënyra se si përgatitet më vete kuskusi, pa hedhur gjë tjetër. Se do t'i vendosësh diçka sipër, besoj, pastaj. Po, ja, në letër dhe më pas. Tu jemi gati. Ambisat, gati jemi aty? Shumë bukur. Mori këtë ngjyrën që the. I hedhim këto. Okej. Hiqe edhe këtë, trazoj. Hedhim dhe verën. Kur karamelizuam me një herë, mori atë ngjyrën që tham. Hedhim dhe ujin, sa të mbulohen, lëre lugën brenda. Që të shkri edhe këtë pjesa që mori lugën. Dhe do të marri val për 5 minuta. Mund të hedhim dhe një çik ujë tjetër. Tani këtë tas e mbulojmë me celofon, me një kapak, me çfarë të keni ju mundësi dhe e lëm për 10 minuta. Më pas në pjesën tjetër e shpjegojmë se si edhe me çfarë do ta përgatisim kuskusin. Ai është vetëm mënyra e përgatitjes së kuskusit. Kaq, as nuk do ta trazojmë fare. Më pas, mbas 10 minutave, vetëm me ndihmën e një piruni, do ta shkërmoqim, do ta thërmojmë pak nga pak. Dakor. Mirë, në pjesën tjetër është flesh informativ, kemi ende punë. Çfarë do bëjmë në pushim gjatë pushimit? Kemi ndonjë punë që vetëm do të skuqim kërpudhat me pak gjalp vitam, me një lugë të vogël kremit. Pak gjalp dhe do t'i bëjmë në ngjyrë kafeje, por më parë do t'i presim në feta. Okej. Mirë, takojmë në pjesën e dytë, tani është flesh informativ. Dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit, jemi në këndin tonë të përgatitjes së recetave. Dhe në fakt, sa po kemi hequr, ja po heqim një nga një kërpudhat që i kemi skuqur në pak gjalp dhe na duhen, na nevojiten për supën me kërpudha dhe patate. E kemi në tenxhere, zonja Vjollca e ka bërë pothuajse gati, në tenxherën tjetër kemi vendosur mollët dhe dardhat bashkë me shkopin e kanellës, pasi karamelizuam sheqerin për ta kthyer më pas në komposto, ka ende përbërës për tu hedhur aty. Ndërkohë kalojmë tek receta e tretë, që është një kuskus, kemi shënuar përbërësit në menun tonë, është një sallat me kuskus, me domate qershi, me avokado, shof, djath, qep, limon, hudhra. Të shohim tani mënyrën se si do ta përgatisim. Ja, 1 sekond, ta fshin qik. Kaluar dhe më pas tek supa, ndoshta supa është gati për ta servirur, ndoshta kur të gjejmë një moment, një kohë, ne e servirim dhe e sjellim për anvisat në çfarë trajta. Supës tani do t'i hedhim vetëm 2 lugë pana. Pana, po. Dhe e kaluam në blender dhe është gati për t'u shijuar. Kremoze është bërë shumë e shijshme. E largojmë tiganin sepse mbaruam punë me kërpudha. Pra, 1. Ja dhe një lugë tjetër, 2. E trazojmë me kujdes. Shiko. Merë një ngjyrë më dhe të hapur, është bërë më kremoze tani. Sigurisht, ja. Merë vetëm një valë të lehtë dhe mund ta shërbejmë. Ndërkohë, Niki, të lutem, më nxirr çik rukolën nga frigoriferi, kam një tas me rukolë. Ja. Kjo është supa, pra është gati në një puret holl. Atë e bëni sa të dëshironi ju, trashësinë e supës, duke menduar që unë lash pak lëng, perimesh, mund t'ja shtoni. Këtu nuk është nevoja që të vendosni as miell, absolutisht asnjë gjë, s'është vetë patatja. Tani supën e shërbejmë. I mbarojmë kështu me radhë që të jemi rehat. Ndërkohë të lutem, domatet i kam të lara, vetëm i prit në gjysma. Do në gjysma, po. Kuskusin ju e pat, pra anvisat që kanë qëndruar me në pjesën e parë, që kemi hedhur pjesën e ujit në mënyrë që të zbutet dhe pasi e lam aty, do të mundohemi që ta trazojmë pak me pirun. Si që veprohet zakonisht kur përgatisim kuskus të thjeshtë.
Rukola është për kuskusin, 80 gram rukola, bashkë me përbërësit e tjerë. Këtu do të hedhim, ku e ka salsën? Sikur e bëra gati, ja, këtu është salsa. Po, salsa me majdanos, me vaj ulliri. Po, një lugë gjelle. Po, dhe me pak ujë. Ujë të ftohtë. Bravo, ujë të ftohtë. Ja, salsa. Shumë e bukur. Tani vendosim edhe disa feta kërpudhe të skuqura. Të skuqura fort, në gjalp. Dhe do të shijoni një supë speciale. Edhe një për dekor, thua ti, po ideja është që ato janë shumë të shishme, ashtu japin dhe shije komplet pjatës. Tani në fund fare, mund të hidhni vetëm pak piper të zi dhe gjithçka ka përfunduar këtu. Kjo është supa. E mbaruam supën, e provojmë pak, është e nxehtë shumë? Për ta provuar? Është pak e nxehtë, se sa e nxorëm nga zjarri. Ja, mjafton. Atë pikën aty, po deshe ma rregulloj një çik. Tani, marrim një pjatancë. Ku do të përgatisim sallatën, në? Po. Është shumë e thjeshtë. Merrem çikleta. Në pjatancë, si bazë, do të shtrojmë rukola të larë dhe të tharë mirë. Pra nisëm përgatitjen e sallatës me kuskus, odhën fillimisht rukola. Baza është rukola. Pastaj ju vetë e trazoni sipas shije, sipas dëshirës suaj. Do të përgatisim për këtë sallatë edhe pak salcë avokado. E ma hiq fare këtë, ma lër aty anësh. Si që thash, djathi në kupit. Pra për ta stokatur, me këtë salcë do ta përdorim avokadon si që vepruam me majdanos? Jo, do t'jetë thjesht një tas më vete, që ju e shijoni vetë. Këtu tani, kështu, duke thërmuar në këtë formë, sepse me lugë do t'na dilte kështu si halvë. Do të hedhim pak lëng limoni, do të shtrydhim dhe lëngun e limonit. Po. Këto kubikët janë mjaftueshëm? Jo, janë shumë të mëdhenj, edhe një më të vegjël. Okej, ja se bëjmë. Me brinj 1 centimetër edhe jemi në rregull. Do të hedhim këtu pak vaj. Lëng limoni, unë po hedh gjysmë, pastaj... Kemi ande? Ma e për qikëtë. Këtu tek kuskusi limu i limonit, se nga që po... Po ke kuskusi. Kompostën sa apo e ke mbyllur? E kam fikur kompostën. Dakor, vetëm për ta shërbyer është. Po. Hedhim domatet. Besoj se mjaftueshëm në gjatë, po ta presim gjithë. Mjaftueshëm. Avash po hedhim përbërësit e sallatës, kemi nisur me rukolën dhe kemi përgatitur kuskusin, ku kemi hedhur limonin dhe vajin e ullirit dhe sa po hodhi zonja Vjolta dhe madhe pomodorini. Tani po bëj një përmbledhje të përbërësve që kemi në menu në mënyrë që të shënohen dhe më pas gatuhen. Sallatë me kuskus, domate qershi, djath dhe krem avokado. Kremi avokado është më vete si kundër dëgjua zonja Vjolca, 300 gram kuskus, 400 ml koncentrat perimesh, 200 gram domate qershi, 150 gram djath i bardh, 80 gram rukola, një qepë kuqe, një avokado, 150 gram salcë kosi, gjysma e një limoni për lëngun, një thelpi hudhër, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip piper i zi. Kjo është lista e përbërësve, po vazhdojmë me përgatitjen.
Një qep të kuqe, të grirë, fillimisht e presim në gjysmë, qepën. Dhe më pas kjo gjë do kthehet në fetat holla. Do vendosim këtu, okay. Po. Mendova se ishte kremi avokados. Po, me çfarë ta përgatisim? Do ta qyroj? Me salcën e kosit, po. Do ta qyroj? Po. Qyrojmë bashkë me salcën e kosit dhe është shoqëruese. Heqim këtë pjesën e verdh. Anvizat po shohin edhe koston, është kostoja e salatës, kësaj salate që po ne po përgatisim. 580 lekë është një e përgjithshme me gramaturën e përbërësve që anvizat shohin në menu grafike, por sigurisht një përafërsi është 4 persona, se edhe ke supa ne mund të konsumojnë më tepër se 4 persona. Këtu tani do të hedhim dhe djathin. E trazojmë, avokadoja do shpreh njëherë për gjysmë. Po, edhe ja heqim bërthamën. Po, se shumë e vështirë të hiqet bërthama kështu. Ja. Nga që është pak e pjekur, po me që atë ja arim, po ha. Sa do dali pak dhe me... Do të kthehet në salcë. Në salcë. Nuk na duhen e kam fjalën sot za të rregullta. Ja e vendosim aty. Do hedhim pak salcë kosi. Edhe avokadon. Mund të vendosim avokadon edhe me pirun, mund të kthejmë në pure. Dhe do të vendosim çik krip piper të zi. Edhe pak krip. Dhe e kalojmë në blender. Ja, të jedhim dhe këta. Se vetë avokadoja e ka. Qik lëng limoni më të hedhim. Tjedhim tani? Po. Ja. Okej. Dhe salata është gati. Kremi avokado si do të shoqëroj. Ne do të servirim tani edhe komposton. Jakubë. Edhim në një tas. Kjo është shoqëruese e salatës. Po. Me ngjyra të një sallate që i duhet tryezës. Mund të vazhdojmë. Ja, është një vakë më vete. E nxjerr, se pavarësisht se është sallatë, por ajo është një vakë më vete, duke patur parasysh vlera. Po, sigurisht është një vakë më vete. I trazojmë pak, që të dali dhe sallata e rukolës. Ja, në cep është edhe kremi avokados. Dhe kremi i avokados këtu. I vendosim, pra, se cili në pjatë merë dhe salat dhe krem avokadoje. Çfarë kosto kemi nga nxjerr regjia për ta orientuar anvisat që na ndjekin? Servirim edhe pak komposto. Dhe i kemi përfunduar recetat e sotme. Duhet të përshëndesim anvisat. Shpresoj që ju kemi shërbyer sot me ide, qoftë me supër, qoftë edhe me komposto, që është si puna e çajit që na duhen në këtë periudhë. Pak lëng. Kostoja e kompostos doli në ekran, me 2 moll, me 2 dardha, me kanell, me nenexhikun, me ginger, me lëngun e limonit që spërkatëm, gjithçka, sa aromë mirë që vjen në fakt.
Dhe mund të provosh çfarë të dëshirosh. Uji fat mund të provohet pa asnjë lloj problemi, pa filluar me... Unë në fakt i kisha sy të kjo supa që në fillim. Po, ajo është dhe receta kryesore. Po. E mrekullueshme. Një shije unike. Sidomos dhe kjo pjesa e majdanozit i ka thënë goxha ndryshim. Kjo është shumë e nxehtë, ne duhet ta mbyllim sepse më kërkon regjia për ta mbyllur të hapësirë të gatimit. Mos harroni të klikoni në Ballkanet dhe në YouTube për të na ndjekur. Ne do të takojmë në pjesën e tretë të Kondi Gatimit. Faleminderit zonja Vjoca. Mirupafshim.